të kenë kryetarin e institucionit të akuzës. Kurse këta e lënë, po s'kan faj këta. Se dhe ju heshti para këtyre, dhe ju s'duhet heshti kur para këtyre, se në qofë se ka antishtet në veprim, ky është antishteti. Mbanë prokurita dhe ku akuza, që është gjë më prefte një shteti, të jemi realist, am të apo jo. Dhe len akuzën, pse len akuzën? Pa drejtim, me të komanduar. Kështu janë edhe gjykatat. Po ky është korporatat, këto janë korporatat. Ky është sistemi korporativ, i turpshëm. Zoti Berisha, ju keni folur shpesh. Kjo është sistemi George Soros. Zoti Berisha, ju keni folur shpesh për takimin e Arubës pas publikimit të një libri nga një gazetar italian. Të lutem lërë ta mbaroj pyetjen. Në fakt Aruba është përmendur për herë të parë nga dy media shumë serioze belge në fund të vitit 2023 dhe në vitin 2024. Duke qenë se janë gati 2 vite që nga ajo kohë. A dispononi ju dokumenta apo të dhëna konkrete lidhur me ata që përpiten si njerëz të lartë të politikës shqiptare që kanë marrë pjesë të këtë takim, apo bazoheni thjesht e vetëm tek libri i gazetarit italian? Jo, unë nuk e kam nga gazetari italian, Klodiana, e thatë vetë ju, e para të parë që kanë zbuluar, që kanë bërë publik çështjen e dosjen e Arubës është gjykata belge. Ku në gjykatën belge ka dalë emri i Edi Rams. Nuk them se nuk e di se ka dalë si pjesëmarrës në takim, por di 100% sigurt që një nga pjesëmarrësit i thot ka deklaruar në gjykatë që jemi të marrur vesh me kryeministri, na ka premtuar se do investojmë parat tona në Shqipëri. Kjo është e sigurt. A keni një dokument për këtë, zoti Berisha? Dokument për këtë edhe po edhe jo. Konfirmim të plot kam nga miqtë mi, po atë që thua ti ende nuk e kam. Konfirmim kam që kjo ka dalë. Pra, Aruba, si që ka marrë belgu, ju garantojnë ju, Aruba është 1 milion faqet këtu. Aruba është këtu. Po kush e hapi Arubën? Se edhe ky mban aty. Zguxon. Po prokurori do e hapi, besoni, në 19 orë. Ajo do hapes mbyllet kur, ju garantoj. Se di, nuk mund të them, nuk mund të paragjykoj, as jo as po. Po ajo do hapet, sepse është një gjë akt i shëmtuar, do hapet patjetër. Zoti Berisha, urdhë. Keni publikuar para 2 javësh një foto ku pretendoni se është zoti Vanxhush Dako brenda një ambienti të burgut, po më pas se keni fshirë foton. Mund ta dim arsyen se është fshirë fotoja? Ajo foto e ke shumë drejt. Unë kam një praktik. Në rast se ka të dhëna se fotoja është fake ose dokumenti është fake, absolutisht unë me një reheq, e kam theksoj. Qytetari digital funksionon me një burim. Siç funksionojnë shumë media në botë. Ka disa që nuk funksionojnë me një burim, funksionojnë me 2 burime. Qytetari digital funksionon me një burim. Çfarë kishte tani priti minutë? Çfarë kishte aty tani, të lutem? Aty kishte Vanxhush Dako, a u burgos për të shkuar tek Velia, Është e vërtet kjo. Është e vërtet që ushtruan në spital Dako se i mjoftonin 4 ditë për shkuar tek Velia, është e vërtet. Pastaj e kishin tepruar se nxirrin ajo fotoja kur pash më vonë se ishte një video intimiteti me Shqopin, e hoqa me njëherë. Brenda burgut? Brenda spitalit burgut, nuk e di se ku ishte ajo, po atë e hoqa, unë se nuk merrem ato punë me çështje intimitetesh nuk merrem. Jo për politikë s'para flisni këtë dera Spakut, por mbështesni kandidatin e pavarur. Jo, nuk flas. Tani do të më fani se unë kam një konferencë shtypin Selin e Partisë Demokratike. A e mbështesni apo jo? Unë i falënderoj të gjithë. Demokratike nuk ka ende një kandidat për Bashkinë e Tiranës. Absolutisht ka. Të lutem, në një kohë që ju e konsideroni veten si forca më e madhe politike pas mazhorancës që do ta rrëzoni Edi Ramën. Pra nga një anë pretendoni se do të rrëzoni Edi Ramën, nga ana tjetër nuk keni një kandidat ende, ndërkohë që janë vetëm një muaj larg zgjedhjes. Të garantoj që gjerë tani Partia Demokratike ka jo një, po të paktën 12 ose 13 kandidat.
Të garantoj për këtë. Kur do të njën qytetarë Po, bravo, me kandidatin? Po, e drejt fare. Si që dini, ne shpallëm një parim që mundësisht të hapemi dhe mirëpresim kandidatura të pavarura nga qytetarë. Nga partitë, se nga qytetarët do të varen të pavarur nga partitë, bravo. Të pavarur nga partitë. Ky parim, po të shkoni tek zgjedhjet e 2003-shit, e gjenit përsëritur. Nuk është i ri. Po përhapet kjo, edhe në Europë dhe në botë. Shpreh mirënjohje këtu për çdo njeri që kandidoi gjatë këtyre ditëve për të si pavarur, si kandidati qytetarëve dhe e garantoj se i garantoj për respektin tim më të madh për vendimin e tyre. Do të ketë Tirana një Pepe Grillo? Tirana do ketë kandidatin më të dashur që ka patur ndonjëherë, them unë, a e pat ju. Pra një Pepe Grillo. A e pat atë monologun e Rams me Ogerten. Shifeni pak. Ju lutem shifeni pak një segment. Podcasti se si me zimante veten për të rënë të fikt dhe çdo tre rjeshta vetëm ti je dhe ne jemi vepra jote, ne kështu, ne ashtu. Podcasti Binaj Berisha, kur do jetë? Se kush do jetë... Jo, podcasti kur do jetë? Të lutem, se kush do jetë do përcaktohet nga koalicioni dhe aleatët dhe jo vetëm nga unë. Sigurisht unë kam zërin tim, por këto do t'i merrni vesh në vazhdim edhe njerë mirënjohje për të gjithë ata që shprehen gatishmëri për të përballë me të keqen e madhe që quhet Edi Rama, i cili është domethënë sot njeriu më i damkosur në Europë dhe në botë. E murt vesh. Mirupafshim. Faleminderit. I Partisë Demokratike, Sali Berisha më njërë pas daljes nga SPAK-u, në fjalën e tij ai nisi me Altin Troplini, siç zoti Berisha e quan zotin Dumani, me Gonegal po urdhëronte që të fshinte dosjen e Arubës, u shpreh Berisha. Ai publikoi dokumentin ku deklaroi se kjo certifikat vërteton se policia greke ka përzënë Irena Gjokën nga territori i shtetit grek si falsifikatore vizash. Ndërkohë Berisha u ndal edhe tek dokumenti tjetër me 5 mbiemra. Irena Gjoka firmosi prokur për të hequr ekspulsin nga Greqia, u shpreh Berisha. Mercenari Altin Troplini mban burg Ilirmetën pasi janë dorëzuar dosjet, ndërsa liroi si motrën e tij pajtime